E keni lexuar tash edhe në Facebook më sigurijat fletushkën këshillat e primjes duhanit. Ose për duhanin ka qenë një letër, një fletushke vogël. Lexoni edhe këshirën edhe shpërndane, më jepni pak kontribut në këtë drejtim, ndihmoni, krah po duhet për juve. Jepni kontribut ummetit Muhammed alayhi salatu wassalam. Në të lanë duhanin, në të lajnë dhamat, kër të lajë dhamat, kër të kesh e knaqësh, kër të jashesh ata dhamat. Ai që si ka la dhamat, kër të hëllën e ti, kër të kesh e dhja duhet mja bën kështu. Musliman, muslim! A di shka muslim? Misk! Misk, Resulullahin me e përcjellti, në veshën sjellje në fjalë. Ja më s'pëdzu kuku me kesh. Pse? Njoni për më thëtë mua, njoni për më thëtë. Me keqarti. O, tha unë që 66 vjetë ka kurs i këm la dhamët edhe kurs më ka dhim pas një dhamë. Që pa pësët? Na po thona mila se pejgamberi ka thonë mila. Na po thona mila dhamët se Resulullahi i ka la dhamët. O, musliman, për cilë në sünnetin e Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam. E jo vezveset e shejtanit bismillah dhamët e me pi duhanin. Qfar e erdh vjen ty në natëvre? Qfar e erdh vjen? Pytën i qetën qfar e erdh vjen tyje. Allah i të dhëzoft, ja Rabbel Alemin. Thoni amin. Mëse gërditni me laqen kër t'ja afrohet në vdekje. Me laqja gërditët, në veritët. Ka thonë Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam, inel melaike le të edha ma e të edha minhu benil besher. Me laqet gërditën prej njëjta gjerave që gërditët insani. Muslimin, musliman, pejgamberi kishte erën e parfumit mësë shumë t'i qefë. E ty me të ardhira parfum, se 5 vakët për i lash ftyrën e sytë e gojen e hundën e kom të kretë. Allahu Gjelle Gjelalu na ktheft të kjo din tama. Thoni amin pi zemrës. E inshallah ju bëhot kabul. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Allah i në mësoft hajri.